Në qetësinë e agimit, para se të lindë drita, besimtari ngrihet për një vakt të bekuar që nuk është thjesht ushqim, por adhurim dhe bereqet. Syfyri. 3 begati të syfyrit. 1. Syfyri sjell bereqet në agjërim. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Bëni syfyr, sepse në syfyr ka bereqet." Transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi. 2. Syfyri është ndjekje e sunetit të Muhamedit dhe shton shpërblimin. Çdo syfyr është adhurim dhe bindje ndaj udhëzimit profetik. 3. Syfyri është shkak për mëshirë dhe salavate nga Allahu dhe engjëjt. Kjo tregon nderimin e madh për atë që ngrihet për syfyr para agimit. Këshill. Mos e neglizho syfyrin, edhe nëse është vetëm një hurmë dhe pak ujë, sepse qëllimi është bereqeti dhe ndjekja e sunetit.